Që bëhet, kjo video është një përshëndetje për Duan Pierce, që do të thonë një gjysma juaj. Ne ishte një herë një kohë një burr i mirë çift fut me emrin Philip Morris. Nga këto nis historia e duhanit siç e njohim. Ky çift futi si zgjut që janë gjithmonë gjetë një mënyrë shumë efektive për t'ia shpërndar duhanin njerëzve. Ky plera dhe kompania e tij me të emër Philip Morris kanë gjetur pak a shumë parë që kanë krijuar cigaren siç e njohim ne tash, me filter, me letër, me çdo gjë. Deri në atë moment, derisa erdhi ky personi e solli inovacion të duhani, njerëzit kishin shumë kohë që e pinin duhanin, shumë kohë, mijëvjeçare. Dhe ndryshimi është se tash ishte shumë më aksesueshme. Deri dje njerëzit e pakët fare që pinin duhan duhet ta rrisnin të baçja vet, duhet ta dritnin vet ose ta pinin në mënyrë shumë të shëndetshme me lull, po nejse. Në fakt mund ta kërkoni këtë gjë po deshët. Duhani Taraboshi, duhani që rritet thjesht në tokë dhe e pi përmes lullës, të bën shumë më pak keq ty. Në fakt ajo gjë të bën mirë për testosteronin. Po nejse, mos flasim për këtë. Ky plera, siç u thash, erdhi në treg dhe solli mënyrën me letër. Me sa duket këtyre personave të dashur që janë shkencëtarë dhe logjistika e kompanisë. Këtyre s'u ka shkumeni që nëse dizenjon në formë letre, në formë cigare, duhani digjet brendësisht. Dhe si rezultat, pak a shumë 0% e katranit lëshohet në ajër, 100% e piti me mushkëritë e tuaja. Dy efektet anësore kryesore që shkakton kjo gjë, duhani bëhet më shumë adiktiv dhe shkakton më shumë kancer. Me sa duket nuk e dini këtë gjë. Merr dhe konsiderat fakti që mënyra perfekte për ta marketuar ishte me sa duket me ia dhënë ushtarëve. Philip Morrisin, nëse nuk e njihni, ka pas lind Pinont. Ky Pinont ja prezantoi këtë gjë paketën e cigareve gjithë ushtarëve. Këtij Pinonte si shkoi menja me vu një foto të ushtarit të paketa e cigareve bashkë me shtetin përkatës, si formë nacionalizmi. Dhe pastaj erdhi një moment që ushtarët u kthyen nga lufta dhe janë ngjitën gjithë popullatës tjetër pastaj. Dhe për ne e pini të paktën gjysma juaj tash që po flasim. Do të kuptoni gjë, ju që jeni Duan Pierce. Duhani nuk është të bën keq, të paktën jo nikotina. Duhani është diçka që po arrit në natyrë më plak. Ka efekte antidepresantë të tij, ka efekte që të rrit testosteronin, do të bëhet zoni më i trashë, do dalë më shumë lesh të gjoksit. Problemi është mënyra sintetike në formë cigare si po e marrim. Për kësaj metode janë bërë infinit gjyqje deri tash, derisa shkojnë pikën që këto duhet bëjnë anti-marketing për produktin e vet, duhet ta shkruajnë te paketa e vet mos e bli paketën dhe prap janë të lishme somehow. Janë të lishme sepse mund ta shihni këtë gjë, unë nuk ju rrej. Kompanitë që prodhojnë cigare janë 3-4 janë, nuk janë shumë, megjithëse ju duken shumë të marketit. Keni parasysh Slimsat dhe Marlborot janë pjesë e Philip Morrisit, është njësoj si Volkswageni që ka dhe Audi mrena. Këto firma u kriju nga elitat shumë kohë më parë, u dizenjuan në atë mënyrë që ti mos ndalosh të pirë kurrë, ta pish gjithmonë më tepër. Dhe këto firma janë akoma të palishme mbas infinit gjyqjeve të humbura sepse kanë infinit lek dhe infinit pushtet. Kështu që mos e duhet të menojmë të dy me lon këtë gjë.